Dhe se u bë pengesë Ronaldo, sepse të gjithë lojtarët pretendonin që të jenin në top Ronaldo, për vetëm gjatë shënote goli, si do thonë. Kishte hyrë një xhelozi midis dy lojtarëve, dy hyjeve, si thonë, Messi edhe Ronaldo. Ai i pari shënoi 3 gola, ky 0 gola. Ai i pari shënoi 2 gola, shënoi edhe ky 2 gola. Dhe kjo, domethënë, e qiti disi jashtë troje Portugalin. Dhe për mu kanë dhe që është të pëtële, dhe që është ekipi do të mendoj që vetëm për Ronaldo, për mu do t'jetë pengesë serioze, për me vazhdu me tutje. A i ka gjetur futbolli botëror zoti Ballxhini dy zëvendësues të denj për dy hyje që për vite me radhë kanë frymëzuar brezin e ri si Leo Messi apo Cristiano Ronaldo, apo e thënë ndryshe dy hyjet e së ardhmes. A i kemi në futbollin botëror? Dhe gjo, vazhdoj këngër, ata është e vërtet që janë të dy hyje. Por ne jo Ronaldo edhe mund të përsëritet, por në përsërit Messi mund duket e vështirë. Mund duket shumë e vështirë, domethënë do kalojmë breza të tërë dhe nuk do shohim më një mes në ato nivele që është Lionel Messi i sotëm. Se kur mund të lindi një Lionel Messi i ri, nuk jem gjenet për tëmë, pa them që do të kalojmë dekada. Por në mbetet futbollisti më i mirë të gjithë kohën, futbollisti më i mirë të gjithë kohën. E përmendët në fakt edhe një rekord pak më parë që Leo Messi është golashnuesi më i mirë në historinë e futbollit botëror me 18 gola, duke kaluar edhe legjendën Miroslav Klose. Megjithatë, 4 gola më pak ka një futbollist i cili mund premtoj për të ardhmen edhe për ta kaluar të paktën këtë rekord, siç është Kylian Mbappé. Është në kuotën e 14 golave. Sa shanse ka që mund të arrijë nivele të tilla? Mbappé ka shumë shanse. Po ne po flasim sot për sot. Jo të Mbappé nuk vjen dot në nivelin e Lionel Messi. Jo Mbappé, pas Mbappé, as njëri, as tjetri. Por që ka shumë shanse, se ky për shembull ky do jetë kampionati i fundit botëror që ky merr pjesë. Kurse Mbappé atë si mund të marrë edhe në 2 kampionate tjera, kështu që është fare e mundshme. Fitar goli, është fitar shumë i mirë. Sot është pasë më i mirë aty në Jopëdor Kastellusat. Edhe i ka gjitha shanse që të aty rekordin. Po sot për sot ky mbetet në një nisë. Me lojën çfarë keni parë zoti Ballxhini me gjithë organikën e skuadrës dhe me një Leo Messi lider, sa shanse ka Argentina për të mbrojtur trofeun e 4 viteve më parë? Edhe kë mund të ketë rival direkt? Unë ta shpreha, dëshira ime edhe është që ta marrë Brazilin. Edhe te Argentina është një kundërshtar shumë dinjitos, shumë serioz, është për të pasur frikë. Sepse Lionel Messi nuk kanë tjetër ekipet, ka vetëm Argentina. Nëse Lionel Messi do të ishte pjesë e Brazilit, pa diskutim që ishte me 100 firma që Brazili ishte kampion absolut. Ja, ju po më paraqitni Neymarin për shembull tash. Lojtar shumë i mirë, premtoi shumë, por që gjatë rrugës çdoi në mënyrë të ndjeshme, çdoi në mënyrë direkte. Thjesht vetëm për mentalitetin që ka ai. Duket sikur në fakt spektakli i Brazilit që kemi parë ndër vite mungon. Cila është arsyeja kryesore? Mosvall futbollistët, pjesë të organikës së skuadrës, duket sikur janë europianizuar disi në thonjza duke luajtur në klube të mëdha europiane dhe nuk kanë më atë spektaklin që Brazili ofronte në botëror. Në ke godit, s'kam as qati shtoj kësaj që thatë ju, ju më bot një pyetje mu për edhe atë përgjigjen dhe vetë. Nuk kam as qati heka, as qati shtoj. Është e vërtet që Brazili ka dalë nga loja vetë. Jena mësu me parë një Brazil me një futbol teknik, me një futbol mrekullueshëm. Do me thënë, kur lutë Brazili, unë thoja që Brazili nuk ka pjesa parë edhe po pjesa dytë, po ka akti parë dhe akti i dytë. Do me thënë, e kishim këthy atë në një të gjithë diçka të mrekullueshme. Normalisht që janë larguar i futbolli dhe janë europeizuar dhe kjo e ka dëmtu Brazilin. Edhe prania e Çelotit, edhe pse një emër i madh në drejtim ekipit, po megjithatë është një shkollë italiane, nuk është shkollë latinoamerikane.